Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut vijon mbështetjen ndaj studentëve që kërkojnë të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Përmes rrjeteve sociale, Denjo Mejdani shpërndau një fotografi ku shkruan "Fol shqip portaj". Pak ditë më parë, Mejdani shkroi se kërkesat e studentëve për qasje të barabartë në arsim dhe në proceset profesionale janë pjesë e një debati më të gjerë mbi zbatimin praktik të drejtave të garantuara me ligj dhe funksionimin efektiv të institucioneve. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut shmang përgjegjësinë e institucionit që ai drejton në trafikimin e marijuanës nga kompanitë e licencuara në vend që duhet ta kultivojnë për qëllime shëndetësore. Në një reagim për mediat, ministri i Shëndetësisë Azir Aliu sqaroi se ministria ka dhënë 60 leje për këtë veprimtari, ndërsa 18 prej tyre janë marrë për shkak se kompanitë nuk i kanë plotësuar kushtet e nevojshme. Ne deri tani kemi dhënë 60 leje, për atyre 18 janë marrë për shkak se nuk kanë plotësuar kushtet minimale që duhet i ketë një prodhues i tillë. Gjithashtu në bazë të ligjit dhe të protokolleve, 2 herë në 6 muaj, domthonë në çdo 3 muaj duhet të japin raport i rregullt, ndërsa raport nëse ka ndonjë ndryshim do duhet të jepet në kohë reale. Pra ne gjithashtu ndjekim në aspekt të inspektoratit edhe në formë të rregullt si program vjetor edhe si program ad hoc nëse do të ketë nevojë. I pyetur për aksionin e policisë në Shkup dhe Strumic, Aliu deklaroi se nuk është kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë si kompanitë legale për prodhim të marijuanës mjekësore kanë arritur që ta nxjerrin drogën jashtë objektit. Nuk është në ingerencë të ministrisë, por është në ingerencë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku janë kapur dhe pse kanë dalë jashtë objektit, nuk është pjesë e shëndetësisë, duhet ta ndjekë dhe mund ta ndjekë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova vijon përpjekjet për njohje në arenën ndërkombëtare. Presidenti Vjosa Osmani gjatë samitit botror të qeverisjes u takua me kryeministrin e Çadit, Allemaj Halina. Përmes rrjeteve sociale Osmani shkruan se është kënaqësi të diskutojnë për marrëdhëniet bilaterale ndërmjet dy shteteve tona si dhe për përkushtimin për adresimin e sfidave të përbashkëta globale. Krahas asaj, presidenti Osmani u takua edhe me kryetarin e Autoritetit të Kulturës dhe Arteve në Emiratet e Bashkuara Arabe, Sheikh Al Latifa. Kosova dhe Emiratet kanë më shumë se sa misi, kanë hapësirë për t'u hapur kapituj të rinj punimi edhe në kulturë, krijimtari, art dhe inovacion, u shpreh mes të tjerave presidenti Osmane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić akuzoi drejt për drejt Shqipërinë, Kroacinë dhe Kosovën se kanë mbështetur dhe nxitur protestat kundër qeverisë së tij. Vučić përmendi Kroacinë duke akuzuar për ndikim përmes mediave dhe për mbrojtje të personave të dyshuar për krime, ndërsa shtoi se aktivitetet të ngjashme ka pasur edhe Prishtina, Tirana dhe qendra të tjera rajonale. Vučić deklaroi se protestat në Serbi nuk janë vetëm shprehje pa kënaqësisë qytetare, por kanë pasur mbështetje të koordinuar nga jashtë, përfshirë shërbime sekrete rajonale dhe aktorë ndërkombëtar. Rihapen çështjet e identitetit në Mal të Zi. Pas debateve për gjuhën, shtetësinë dhe flamurin, Partia Popullore Demokratike pro-serbe e Milan Kneževićit u largua nga qeveria. Partia Popullore Demokratike kërkon ndryshime kushtetuese për ta bërë gjuhën serbe gjuhë zyrtare, si dhe miratimin e ligjit për shtetësinë, i cili do të mundësonte shtetësi të dyfisht pa të drejtë vote për personat që jetojnë në Serbi por që janë me origjinë nga Mali i Zi. Partia kërkon gjithashtu ndryshimin e rregullave për simbole shtetërore, si dhe që flamuri trengjyrësh serb të shpallet flamur popullor dhe të përdoret krahas flamurit shtetëror të Malit të Zi. Qeveria e kryeministrit Spajić vazhdon të ketë shumicën në parlament. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.